Sot pas ditën kuvend shpërtheu fesa e demokratëve për arrestimin e Federica Mogherinit. Ina Zhupa folja që lumtur e thua se ishte arrestuar një ministri i Edi Ramës. Në fakt Mogherini s'ka më lidhje me Komisionin Evropian, i cili sot kontrollohet prej partive popullore europiane, dhe ky komisioni ka punët me Edi Ramën 10 herë më mirë se sa ai ku bënte pjesë Mogherini. Mogherini është ndaluar për shpërdorim parave të BE-s dhe jo të shqiptarëve. Por ky rast është i fundit që tregon gjendjen në cilën gjendet opozita shqiptare sot me në krye Sali Berishën. Ndërsa situata e vështirë në cilën gjendet mazhoranca sot minimalisht duhet kishte tundur atë nga themelet, ndodhe kundërta. Poshtë zyrës së Edi Ramës, dje edhe ato pak figura që ishin rreshuar ishin prej kartoni. Ministra dhe ish ministra të qeverisë të hetuar nga SPAK, pra prodhim i drejtësisë re dhe jo i Partisë Demokratike. Partia Demokratike kishte sërish më pak njerëz se sa policia uniforma për të mbrojtur një ndërtesë nga fantazma e një opozite që nuk ekziston më. Po ndërkohë përpjekjet për t'i marrë opozitës kreu nuk ndalojnë dhe po vazhdojnë në disa drejtime. Për shembull, ndërsa sot Sali Berisha nisi foltore në shkallë kombëtare, Belin Kliçi zgjodhi të ishte në një aktivitet në New York për emërtesën e një rrugë në një komunë periferike, aktiviteti sponsorizuar nga konsullata shqiptare, pra nga shteti shqiptar dhe nga Bashkia e New York. Pra Berisha zgjodhi Mejdanin, ndërsa Kliçi zgjodhi Mamdanin, kryet bashkiakun e majt dhe Sorosian të New Yorkut. Kliçi po shmanget kështu çdo javë nga kjo foltore e nisur duket me zor nga Sali Berisha, edhe si një mesazh se edhe vetë brenda Partisë Demokratike po piqet ideja se Sali Berisha nuk duhet më të drejtojë opozitën dhe as të japë asaj fytyrën e tij. Por sigurisht ka një tjetër lëvizje e cila e tremb doktorin më shumë se sa amerikanët e Belindit. Ai me amerikanët e ka fituar betejën që mbiti në 95, kur ata tentuan të imponojnë Selamin. Por dhe në vitin 2021 kryu rrëmbyen dhe Lulzim Bashën, sepse Sali Berishën e votonin një shumicë e mjaftueshme për ta mbajtur atë në lojë. Por tani dikush tjetër po e godet atë nga poshtë tek baza dhe te militantët, dhe aty Berisha sot është më vulnerabël se kur. Ervin Saliani është sot imun nga goditjet që mund t'i vinë nga grupi i ngushtë afër doktorit. I sapo dal nga burgu ku vuajti pasojat e betejës tij të ashpër me Fatmir Xhafajn, ai nuk mund të akuzohet sot si renegat apo tradhtar. Aq më tepër që sot njeriu më i afërt i Sali Berishës pas Flamur është krye kameleoni Selis Blu Gazmend Bardhi. Saliani nuk mund të akuzohet si i bler nga amerikanët pasi ata i kanë syt nga Belindi. Saliani nuk mund quhet as i dështuar. Në zgjedhjet e fundit ishte në burg dhe në korçën e tij demokratët regjistruan pa të rezultatin më të dobët që nga viti 2001. Saliani nuk mund quhet pa akses mediatik, të cilin e ka siguruar vetë fal marrëdhënieve korrekte që i ka mbajtur edhe me gazetar që mund të jenë edhe kritik me të. Prej muajsh ai mban takime që janë ku e ku me entuziaste sa foltoret e vdekurat Berishës. Javën e kaluar në mënyrë simbolike Saliani u takua me individ që dolën me rezultate të mira në zgjedhjet e fundit, si për treguar se lëvizja që ai ka nisur, ndryshe nga ajo e Berishës, ka si fjalë kyç suksesin. Por suksesin ndaj kujt? Që Saliani dhe lëvizja e tij të ketë sukses në radhë parë duhet të mundin Sali Berishën. Dhe për të mundur Sali Berishën në PD nuk duhen amerikanët, por shqiptarët, se ata e mbajnë aty atë në vend të parë. Nisma e Salianit niset në këtë drejtim në mënyrë korrekte, pra niset nga baza. Por në fakt kështu ka nisur të gjithë. Dhe në fund fare, po të gjithë kanë përfunduar duke bërë pazar me Sali Berishën. A do ndodh kështu dhe kësaj radhe? Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sonte ka filluar beteja e foltorëve. Saliani paralajmëroi që ta niste atë nesër në qytetin e Durrësit. Berisha tentoi ta djegë atë sot duke nisur takimet e turit të tij kombëtar të foltores, duke filluar nga njësia në Tiranë. Dhe para se të prezantoj të ftuarit e mi, do doja që të lidheshim pikërisht me sallën në njësinë bashkiake numër 9 në Tiranë, aty ku zotit Berisha i kanë filluar temi pickimet e para nga demokratët e pakënaqur. Ta ndjekim. Deputetët Kjuj, ta përmendin këtë gjë. Unë e përshëndes Elvisin, atë Balliun, sepse ai e përmendin shumë shpesh. Të dy ata çunat e ri i përmend. Tani unë nuk jam vetëm për se ngrihet problemi këtu. Të rinë, shumë mirë, tu është garë, letë vinë të rinë, i kemi provuar dhe shumë të rinë, i kemi provuar që nga 91-si,
në 2007 dhe atë pësmëj me pollën e me treve, e me këta kopistat, mos ja them të janë tjetër e tjetër. Të rinjt mos presin t'i thonë, hajde, ngriu, puno. Edhe sa vjeç e jeve, 45? Nuk tregohet. Emi nuk tregohet. Pra nuk je e re, nuk je e re. Dhe ke përkushtimin e durë, sepse kur themi të ri, nuk do marrin vetëm 25 vjeçare dhe 30 vjeçare. Kjo duhet jetë bashkërisht. Dhe ideali më pëlqeu shumë. I ri, punon, lufton, të luftoj vazhdimisht të ngrihet. Por Partia Demokratike këtë ka. Punë dhe kontribut. Unë nuk po e zjash më shumë, vetëm ju uroj një qik më shumë atë dhe dashuri, ka i duan. Të fanoroj zote Beleri për ndërhyrjen, ke ndërhy për njërën nga shtyllat më themelore të programit Partisë Demokratike. Me që jemi afër datës themelimit saj, më lejoni të rikujtoj një moment. Me datën 12 dhjetor, njerëz pa kur farë eksperiencë politike, po me atë dashuri po. Në atë fjalë që kam mbajtur para ati sheshin studenti, kam deklaruar se Partia Demokratike do tjetë partia çështjes kombëtare dhe interesit kombëtar. Dhe në fakt ajo që rezonoi më shumë në Europë dhe në botë ishte ajo deklaratë e cila u prit keq. Sepse ne ishim, imagjinoni ku ishim ne si kombë 30 e sa vite më parë, sot Kosova është e lirë dhe kur nuk duhet harrojmë se nuk ka asgjë më të rëndësishme se interesi kombëtar, se dashuria për vendin. Dhe se vetëm kombet e lira ndërtojnë të ardhme të sigurt për vete dhe vendin e tyre. Vetëm kombet me dijitet ndërtojnë këte. Kjo që ka ndodhë këto 12 vite më vje keq, po kur as Enver Hoxha, jo, as Pashiqi, jo, nuk kanë dëmtuar në mënyrë më të tmerrshme si që dëmtoi Edi Rama kombin shqiptar. Jo, themi atë që është. O zotëri, kur e shemëm diktaturën në Shqipërinë e morëm 3 milion. është shu apo jo? E morëm 3 milion. Ata vranë, kaq, internuan kaq të gjitha këto, po kjo është çfarosje në një farë mënyrë, kjo që ndodhi në këto 12 vite. Po atë që i bëri Kosovës, luftë e egër, merrem shumë mirë veshun, thoshte në një simpozium, merrem shumë mirë veshun me kryeministrin e Serbisë, nuk merrem vesh me Ja, dhe Sali Berisha, i cili në fakt duhet t'japi llogari para demokratëve, siç bëri në foltorën e parë, jo pa sukses, por që shikojmë sot pra, është kthyer në një teatr me njerëz cilët më shumë e lavdrojnë atë se sa i tërheqin vëmendje. Për të folur pikërisht për këto betejë të foltoreve që nis sot, po vazhdon nesër me Salianj, me mua në studio janë Skënder Mingjozi, mbrëmë Skënder, Flokert Muça, mbrëmë Flokert, Roland Beko, mbrëmë Beko, Ergys Mërtiri, mbrëmë Ergys. Ndërkohë në lidhje direkte kam Suli, më mbroma Sula, kënaqësi të kem program. Mi mbroma, sport. Atëherë, Sula po e nis me ju. Nis ajo që duket si betejë e foltorëve. Pra, Salianj e paralajmëroi dje gjatë protestës se do ta niste nesër në Durrës, ndërkohë menjëherë aparati temi i PR-it i doktorit, doktori do e nis përpara, do e nis të martën në Tiranë, foltorën që ai në fakt e kishte paralajmëruar pak më herë. Duket si betejë për vështrimin e përgjithshëm. Po ty si duket?
Koli, kemi diskutuar disa herë për shfatkeqësi në situatën në cilën ndodhet Partia Demokratike në veçantë dhe opozita në tërësi. Tani, foltori numër 2 që kërkon që të bëjë zoti Berisha, apo shqetësimi që patën leadershipi i Partisë Demokratike zoti Berisha dhe entourazhi i tij afër zotit Berisha, për kafën e disa demokratëve të pastër, të sinqertë, normale, duke pat parasysh që po duash i marrim dhe me emra qoftë zotin Ali Mehmeti, i cili rreth 20.000 vota, i cili mori nga lista e hapur dhe nuk është në parlament, dhe njerëzit nuk kanë as i kokër vote dhe janë në parlament sot, po duash edhe Ervin Saliani, i cili, siç e tha dhe ju, në një reportazhin tuaj që ka bërë burg dhe nuk ka as një lloj ngarkese për rezultatin e 11 majit sepse ishte në burg, pavarësisht problematikave të cilët mund të ketë patur ose si është interpretuar çështja e tij, por në fundit ai ka bërë burg për Partinë Demokratike për opozitën, që ti duhet të jetë qartë. E drejtë. Kjo nuk duhet të diskutohet. Pra, këto shqetësohen për kafën e 4 apo 10 demokratëve, 20 demokratëve normal, dhe nuk shqetësohen për kafën e mortit që është në derën e Partisë Demokratike që nga 2013 dhe vazhdon sot e kësaj dite kjo kafe morti, dhe i vetmja fuqi që ka ngel zoti Berisha dhe entourazhi zoti Berisha është që të luftojnë apo të përjashtojnë njerëz brenda Partisë Demokratike të cilët mendojnë ndryshe. Dhe kjo është një diçka jashtëzakonisht e mërshme. Edhe tani duhet kemi gjë parasysh. Rama, fati madh i Ramës është që ka Sali Berishën dhe entourazhin e tij përballë. Nuk beson njëri, nuk e vënet tot njëri dhe sheshe prandaj nuk mbushet. Dhe janë bosh. Dhe kur nuk arrit të krijosh frym insistimi, të krijosh frym besimi, sigurisht dëmi që i bëhet është dyfisht. Një e para, Rama nuk të merr seriozisht, majoranca nuk të merr seriozisht dhe nuk e merret me një fare. Dhe së dyti, përçmohesh nga njerëzit, dhe pa diskutim që vret dhe shpresën alternative të cilat që të formësosh dhe duke pat parasysh si mund të ngrish foltorën numër 2 kur ti nuk e përmbushur premtimet e foltorës numër 1. Du t'i marrim gjërat me radhë dhe duke pat parasysh nga kuvendi 11 dhjetorit të vitit 2021 apo të 30 prillit të vitit 2022 të kuvendit të Partisë Demokratike, ku shansi që Berisha dhe entourazhi i tij kishte për të bashkuar Partinë Demokratike nuk e bëri. Nëse ju kujtohet atë kohë, unë dhe shumë kolegë të tjerë, dhe edhe do t'i bëjë që ashtu, dhe kujto kemi kërkuar që të shtyhet 2 deri në 3 muaj, kuvendi i 30 prillit me qëllimin e vetëm që mos kishim të ndarje, po të kishim një pajtim kombëtar duke filluar për Partinë Demokratike nga pajtimi poshtë në seksione, në grup seksione dhe në tek. Çfarë bëri Berisha dhe entourazhi i tij? Thjesht i tha demokrati unë nuk pyes fare dhe vazhdoi rrugën e tij dhe të gjithë kryetarët e seksioneve, kryetarët e grup seksioneve, kryetarët e degrave dhe deri lart janë të gjithë të foltorës. Dhe një parti ekziston, punon dhe lufton për të fituar në sajt të strukturave. Sot, fatkeqësisht, strukturat e Partisë Demokratike o janë një pjesë inekzistence, një pjesë nuk kanë eficiencë dhe me një numër të reduktuar antarës duke filluar nga seksionet, grup seksionet dhe degët, duke pat parasysh që të gjitha ato të cilët mendoshin ndryshe, apo që nuk kishin pranë foltorës, u përçmuan, u larguan, nuk afruan as të zgjedhjet 2023 të zgjedhjet foltore. Dakor. Pra, zoti Sulaj, ju thoni që nuk ka dilema se për çfarë e ngre Berisha këtë foltorë, dytë për sa kohë si shtatë ju shumë saktësisht ai nuk ka përmbushur akoma Pilej Shkeli shumicën e premtimeve që da. Edhe pak. Tani, deri tek kuvendi 30 prillit, nëse kujtohet, ka pasur një frym tjetër brenda foltorës. Goxha të mirë, goxha pozitive. Nëse kujtohet, deri me 7 korrik të vitit 2022, kur është bërë një protestë madhështore në Tiranë, në bulevardin e Tiranës. Mira qytetarë që kujtohet. Mbas asaj date ka filluar rënja mbas 7 korrikut të 2022. Pse? Sepse, duke pat parasysh
që kryetarët e grup seksioneve dhe të kryetarët e degë, u zgjodhën njerëzit të cilët mendonin entourage zoti Berisha që njerëzit pesnik të tyre dhe nuk ka frikë dhe i fillu sindroma. Dhe këtu panë që u shkel parimet e foltorës, që nuk u zgjidhën njerëzit me kontribute, njerëzit që kanë vlera, njerëzit të cilët i duan demokratët. Por u zgjodhën njerëzit të cilët ato mendonin që janë të tyre, pesnik të tyre. Po, dash, të falenderoj se besoj i vure pika në bite kjo pjesa, jo më larkë se para pak sekondash, gazetarët e mi pande sa veda po e ndjekin zoni Berisha në rrjetet sociale në këto minuta që ne flasim, dhe shikojmë që janë... Edhe 3 minuta, ta varoj analizën, 2 minuta. Dashi se do ta ja pra fjalën, do ta ja pra fjalën. Shikojmë që edhe ndjekin rrjetet sociale është mos e modeste, pra 200 veta që shohin live. Okej, do të Gerdi gjysma nga sa që duhet shohin veten. Dash, lutem, se do vazhdojmë prap, sepse kam edhe 4 veta tjerë të ftuar në studio. Do doja të Ergys me ty. Ti ke qenë gjithmonë partizan i mbështetjes, pra këtu nuk ka gjë të re nga foltorja 2 e Sali Berishës. Pra, këtu maksimumi që mund debatojmë net 5-6 bashkë me Dashin nga shtëpia e tij është themi sa thellë është problemi. Po ne e dim që problemi fakt është cekët, është zoti Berisha. Problemi është i dukshëm. Dhe fakti që themi protestat që ai thret nuk përkrahajnë, ndoshta ajo se nuk ka kaos, përse është zoti Berisha, bile ndoshta regjia na ndihmon edhe në sondazhin që ne kemi vënë që në fillim të javës në faqen tonë abcnews.al, pse nuk shkojnë njerëzit te protestat e Berishës, rezultati është i qartë. Mbi 80% thonë për shkak Berishës, jo për shkak se s'ka kaos, kaos sigurisht që ka. Por këtu problemi që unë duhet bisedoj me ju është Saliani, e thash në editorial, ka ato veçori që e bëjnë atë specifik krahasuar me çdo lloj lëvizje, themi, në thojza kundër revolucionar brenda PD-s. Gjithë problemi që ka në Ergys me gjitha lëvizjet që ne kemi mbështetur në sensin progresist fjalës, pra që PD-ja duhet ndryshohet, duhet freskohet, opozita duhet forcohet Shqipëria etj. Fund fare gjithë ta kanë përfunduar për krah Sali Berishës. Në fund gjithë ta kanë përfunduar duke bërë, le ta themi, trosh një pazar për Sali Berishën, për një vend të lista e mbyllur, për një post drejtues etj. Ja u i ke sot se i kemi këtu. Gjithë ta që i dolën kundër Berishës, i ke sot për krah ti. Saliani sigurisht është i lënë me një anë, por a ka realisht Saliani një qëllim për të bërë diçka më shumë se ata që kanë tentuar më parë, themi, ti kundërvijen, ta kontestojnë, apo dhe ata zëvendësojnë Sali Berishën? Kjo është që vështirë ta marrësh vesh, ose ndoshta besoj që edhe Saliani po ta pyesësh akoma nuk është se ka të... Nuk e ka artikuluar. Artikuluar dhe jo, besoj që edhe vetë ka pikpyetjet e veta mbi objektivin. Kjo është një betejë që mendoj unë që ai shumë mirë që ka njësur, unë e shoh me sy pozitiv që ka njësur, qoftë për të shpërtuar dinjitetin një partie e cila është në një gjendje ku në kulmin e disfatës vetë nuk del një njeri të thotë ore jemi në disfat. Domethënë nuk del një njeri të thotë shiko, ky që e ka prodhuar këtë disfat tiki. Domethënë një gjë që gjithë Shqipëria e kërkon, që të largohet Sali Berisha, brenda Partisë Demokratike nuk e kërkon askush. Dhe kjo është turp dhe njollë e tmerrshme për një parti e cila pretendon se ka sjellë pluralizmin në Shqipëri. Pra një parti ku nuk ka kuraje askush të thotë gjën më elementare, më normale në botë, qoftë edhe sikur të jetë e gabuar kjo, thotë që Berisha duhet tiki. Unë besoj që dikush thotë që kryetari duhet tiki, ndodhe në partinë më të suksesshme në botë. Ka njerëz që mendojnë që duhet vi një tjetër se ndoshta është më i suksesshëm. Në një parti ku kryetari është më i dështuar në botë, se unë nuk di një parti që dështojë në këtë lloj drejtësi që ka dështuar PD-ja, nuk del asnjëri të thotë që ky kryetar ka dështuar dhe duhet largohet. Tani, unë mendoj që Saliani me këtë po i shpëton dinjitetin e së partie, sepse po na bën ne themi që brenda së partie pas ka dhe njerëz që reagojnë. Më në fund. Domethënë, kjo shumë pozitiv. Tani, kjo që thua ti, që se çfarë do të bëj? Apo jo? Unë deri tani nuk kam para Saliani asnjëri që të thotë që ne duam të largojmë Berishën. Nuk e kanë akoma këtë kurajë. Domethënë që është akoma larg asaj që unë do doja, jo se është në heroizëm, për të qenë një realitet normal. Pra që të thuash që Berisha tiki është thjesht një realitet normal, nuk kërkojnë asgjë jashtëzakonshme. Saliani ka thënë që duhet marrin përgjegjësi të gjithë. Domethënë, deri tani ata kanë pasur kurajën për të thënë që Berisha ka bërë gabime, por nuk kanë pasur akoma kurajën për të thënë që Berisha duhet tik. Unë mendoj që këta duhen mbështetur dhe duhen shtyr ta krijojnë këtë kurajë, sepse nëse ata do thonë thjesht që Berisha nuk e kanë. Po, domethënë të marrin besueshmëri që kjo gjë mund të funksionojë, kjo është ideja. Pra nëse mbështetet, unë besoj që ata, sepse logjikisht unë mendoj që ata që janë pas Berishës dhe e mbrojnë Berishën dhe kuptojnë që ai është problemi dhe duhet ikë. Kështu që këta e kanë qartë që Berisha është problemi. Por problemi është që
a kanë këta, domethënë, a shohin ta shpresë që duke u vendosur ballazi Berishës për largimin e Berishës, do të mund ta çojnë diku lëvizjen e tyre. Kjo është pikpyetja. Skënder, Saliani unë e kam parë edhe në takime, ka takime me bazën, i ka patur që momentin në parë që ka dalë, kanë prit bile të dera e Burgut Fierit kur ai doli. Problemi është që këto mbështetje që ai e kanë bazë ndoshta më shumë se të gjithë ata që mund ta kenë tentuar ta rivalizojnë apo ta kundërshtojnë Berishën. A do ketë ai guximin që ta çojë betejën deri në fund apo do të jetë një betejë që do ngelet për gjysmë? Fillimisht Sokol më lejo një batut vogël për një stereotip që na ka kapur gjithë ne gazetarëve dhe mua të parit. Nuk ka betejë foltoresh, sepse nuk quhet betejë një kafe me 10 veta dhe betejë një foltore me 200 veta. Nuk ka marshim bulevard, sepse janë këto tokfjalshat që na kanë hyrë, domethënë ne kaq thellë sa bëhemi dhe qesharak në herë, marshimi bulevard. Ç'marshim? Kur janë 500 veta. Marshim shumë mora dhe kalimtarët. Nuk ka e treta, nuk ka dhe ajo që thuhet për ditë dhe që është totalisht në inflacion aksioni opozitar. Nuk mund të quhet aksion. Ç'a aksioni? Është komplet vegetim, janë të gjithë në gjendje letargjie, komplet mos them pak më rënd gjendje kome, po do të thotë këto tokfjalë që ne kemi pak dhe ne krijojmë pastaj sepse jo se fjalët kanë një lloj vlere dhe fjalët krijojnë dhe një impakt. I japin formë diçka që s'është dhe mua kjo më ndihmon për dal tek ideja ime e dytë. Miqësisht se Dashi nuk e di a kemi në linjë. E kemi, besoj, shpresoj ta kemi zotin Sula. Miqësisht po i kujtoj zotit Sula që nuk duhet paraqitur më situata si një problem burokratiko-organizativ. Foltoria e parë, foltoria e dytë, premtoj këtë zbërja të, po duhet bëj këtë, po duhet bëj atë. Nuk duhet tingëlloj mërzitshëm se kam vite që e them, por ja njoh modestisht këtë merit vogël vetes, që bashkë me ty dhe të tjerë kemi thënë problemi është Berisha, sepse kjo parti me ikjen e zotit Sula nuk ka ndryshuar fizionomi. Edhe me ikjen e zotit Bardhi, Basha, e tjerë se Bardhi u rikthyer sërish nuk ndryshon fizionomi. Edhe ata të rikthyer tjerë që janë përshtatur. Çfarë provon kjo? Kjo provon indirekt që problemi është ai që ja jep, vazhdon t'ja jap vullën dhe fizionomin. Dhe ai duhet ndryshoj nëse do duam të ndryshoj fizionomia e partisë. Tani këtu kjo sindroma është e tillë. Ndryshojmë dhe rojen e parkingut, po një zyrë në Selin ne nuk e lvizim. E kemi thënë 100 herë këtë punë këtë tryez, apo jo? Do të thotë, të gjithë jemi për hapjen, jemi për rinovimin, jemi për rotacionin, minus një zyrë. Domethënë, gjithçka minus një zyrë. Dhe cila është ajo zyra ne e dim. Pra, në qoftë se këta personat që po pretendojnë të fillojnë një lëvizje politike brenda partisë, pretendojnë të sillen diçka të re. Në qoftë se nuk atakojnë problemin dhe burimin e krizës, por në qoftë se e kthejnë çështjen e rinovimit të partisë në një çështje kozmetike, rangjesh të dyta, të treta, të katërta, unë e kuptoj fare mirë edhe taktikën Sokol që për momentin kur je i dobët dhe Saliani fjala vjen, është i dobët se është ende në kufit e një kafeje, ose në kufit e një simpatie që është një dinamik e vogël e brendshme e partisë që nuk është ende ngjarje kombëtare. Por jo, simpati ka, sepse thonë është i ri. Natyrisht, pranohet, nuk procesit e burgu e tha në sytë të demokratëve ka bërë burg politik, pra i ka meritat. Problemi është në qoftë se Saliani do ta kufizoj lëvizjen e vet në fund të rrugës që ne duam rinovimin, jo këshilli kombëtar, jo kryesia s'punon, jo deputetët kështu, por minus një zyrë, në qoftë se filozofia ti do të bjerë nën klishen gjithçka minus një zyrë, nuk ka zgjidhur asgjë. Shiko, Ergysi Roland tha diçka që mendoj ja vlen diskutohet. Pse? Ergysi tha lëvizja e Salianit po i bën një nder Partisë Demokratike, pasi po i shputon fytyrën. Këtu amat dalim të një sillemi vërtet një të zgjë. I bën nder Partisë Demokratike apo i bën nder Sali Berishës? Me ose pa dashje, ha? Patjetër.
Në këtë Se Partia Demokratike sot që ne flasim për Sali Berisha. I legjitimori zgjedhjen. Qoftë dhe Berishës. në këtë moment Po më këtu. Pavarësisht se Berisha nuk e do këtë nder, kjo është Këtë nuk e dim, po këtu pastaj jemi diskutim po i tjetër. bëjmë këtë. Këtu jemi pastaj në mohim problemet. në këtë moment që flasim, natyrisht që i ka bërë nder dhe i bën nder Sali Berisha, sepse u desh të pije ajo kafja që Sali Berisha dilte sot dhe të fillon të i pari ai foltorët të zbrisen bazë për të mos të asgjë, sepse me sa dëgjova ai s'tha asgjë. Po flet për Kosovën. Do të bëj analizën e zgjedhjeve për Kosovën, foli për Amerikën, foli për ligjin Po ashtu do flasej. Për këtë Po si është foltorja një, ama foltorja një kishte i farë debatit sinqert. Do të gjejmë termin për barazin gjinor, por nuk quhet më ashtu tani, kanë ndryshuar termat, nuk i dim. Dhe do edhe foli për gjithçka, le të themi foli për seksin e enjëve që të jemi brenda korrektësisë së fjalorit politik, por nuk foli për problemin